Do shta veç me ju thonë se apo vit me jetu, mërgata, që tu shka po i përjetojmë na. Unë jam vetë, që shme thonë, i kam fëmijën komplet atje. Po ata kur të vijmë, i morin i loqet me veti, se ja këtu s'ko i loqet mira, s'ko shëndetësi, s'ko sen. Kur të vijnë këto, ja këtu po nollët rryma, po nollët ujë, po bot. A për me votu kur po dët, dhe na kena drejtë. Është e drejta. Po hajde jonë që të likurën tonë, përjetonit që tonë, shkajna të përjetuna me rryme, me uje, me pa drejtat qmimeve që i kena. Unë jam konë vetë në Gjermani, unë atje 1 kilogram speca, 3 euro gjys, anë Kosovë 6 euro të në 7 ka kushtu. E tashtë, ata shka të blejnë, a gje blejnë, krejt me qmime për gjys, ana sot nonta. E po qysh po vinë ata me votu të na, kurse vinë votojnë edhe thëjnë, këtë sjetuhet, s'ko rrymë, s'ko këto, s'ko ato, 2 javë dit, edhe i vinë i morë, ato i kursejnë që ato pore. E dashur, fëmijët e tu e shfrytëzojnë drejtën e votës a jo? Po. E shfrytëzojnë pra? Po. Plus këtë vinë këto, votën e që tonë se që kjo është ma i miri, e që to dhët me votue, pëse s'po votën e këtë qirë gjithmune, e kanë hongëre, se kanë hongëre. Po nështë e kanë hongëre dhe ato qirë, po dhe kënë hongër balë. Gjdo sen, gjdo artikuj që e blejmë, na e blejmë me qme matë në holtë. Ata jashtë nuk e blejmë sa na. E tashtë, qësh më ju thonë aty një? E dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Hajtë, kaloni mirë, faleminderit shumë.